Mirë se erdhët. Sot do zhytemi në një ide vërtet fuqishme, konceptin e pasqyrës sociale. Dhe pyetja është, si lidhen ligjet e lëvizjes së Newtonit dhe një parabol e lashtë me elefant me mënyrën se si e ndërtojmë realitetin ton çdo ditë. Le ta zbulojmë së bashku. Me siguri, shumica prej nesh e kanë dëgjuar këtë thënie, apo jo? Tingëllon si një këshill e bukur, optimiste. Por, çfarë nëse kjo nuk është thjesht një metaforë poetike, por një përshkrim gati teknik i mënyrës se si funksionon trurin? Pikërisht këtu fshihet çelësi i gjithçkaje. Sepse ky cikël i fuqishëm psikologjik, shpesh pa e kuptuar fare, na kthen në regjisor të pavetëdijshëm të dramave tona që përsëriten vazhdimisht. A jemi gati ta zbërthejmë të mekanizëm? Të kuptojmë se si funksionon vërtet? Okej, le të fillojmë me problemin themelor, me atë që mund ta quajmë skenari i përsëritur. Ky është si një kod i brendshëm që shpesh drejton jetën tonë pa na pyetur fare. Kjo triad që shohim në ekran është praktikisht thelbi i kodit tonë të brendshëm. Kur besojmë diçka, truri ynë punon pa u lodhur në prapasken për të gjetur prova të saj kudo. Kur presim një rezultat të caktuar, ne pa vetdije fillojmë të sillemi në mënyra që e bëjnë atë rezultat më të mundshëm. Kjo nuk është magji, është thjesht mënyra se si jemi programuar. Truri ynë nuk kërkon të vërtetën objektive as pak. Ai kërkon thjesht koherencë me atë që tashmë beson. Tani, për ta kuptuar këtë modele dhe më thellë, do bëjmë diçka pak të pazakontë. Do huazojmë një ide nga një fushë krejtësisht tjetër, nga fizika. Le të shohim se si një ligj i famshëm i lëvizjes mund të na ndihmojë të kuptojmë psikologjinë tonë sociale. E mbaj mend të gjithë këtë nga shkolla, apo jo? Ligji i tretë i Newtonit, në botën fizike, ai është absolut. Mekanik, godit një top biliardoje, ai do të lëvizë në një mënyrë të parashikueshme. Por, ja ku bëhet vërtet interesante. Ky ligj ka një paralele thjesht magjepse në botën tonë sociale. Dhe ja ku është ndryshimi thelbësor. Ndryshe nga topat e biliardos, reagimet njerëzore nuk janë të garantuara. Ato janë probabilistike. Veprimi ynë nuk e detyron një reagim, por e ndikon jashtëzakonisht shumë atë. Pse? Sepse çdo reagim i tjetrit filtrohet përmes botës së tij të brendshme, besimeve, frikrave, egos. Dhe kjo dinamik, kjo ndryshon gjithçka. Le ta bëjmë pak më konkret. Mendojeni kështu. Forca emocionale që ne fusim në një ndërveprim rrit ndjeshëm probabilitetin e një reagimi specifik. Nëse futesh në një bisedë me dyshim, gjasat janë që do të provokosh një reagim mbrojtës. Nëse futesh me respekt, rrit shumë gjasat për bashkëpunim. Veprimi ynë është forca fillestare në sistem. Dhe këtu e shohim profecinë vetëpërmbushëse në veprim. Nis me një besim fillestar, për shembull, njerëzit janë armiqësorë. Ky besim ndryshon sjelljen, bëhemi më të ftohtë, më mbrojtës. Kjo sjellje provokon një reagim nga bota jashtme, dhe të tjerët reagojnë me armiqësi. Dhe çfarë ndodh në fund? Reagimi i tyre konfirmon besimin ton fillestar. E dija unë. Ky është cikli i mbyllur që krijon realitete të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Mirë. Kjo duket mjaft logjike, por lind një pyetje. Nëse ky cikël është kaq i fuqishëm, pse është kaq e vështirë ta shohim në jetën tonë të përditshme? Përgjigja, çuditërisht, mund të gjendet në një parabol shumë të lashtë, atë për disa njerëz të verbër dhe një elefant. Historia është e thjeshtë, por geniale. Njëri prek thetin elefantit dhe bërtet, është një shtiz. Tjetri prek këmbën dhe këmbgul, jo, është si një pemë. Një tret prek veshin dhe thot, gabim, është si një freskore. Të gjithë debatojnë me zjarr, secili i bindur për të vërtetën e tij. Dhe kjo fjali, kjo e përmbledh në mënyrë perfekte. Vini re diçka thelbësore. Problemi nuk është se perceptimet e tyre ishin të gabuara, ato ishin plotësisht të sakta për pjesën që prekën. Gabimi fatal ishte tjetërkund, ngatërimi i fragmentit të tyre subjektiv me të vërtetën e plot objektive. Dhe këtë gjë e bëjmë të gjithë ne çdo ditë. Kjo parabole lashtë është në fakt jashtëzakonisht moderne. Elefanti është realiteti objektiv i plot. Pjesa që ne prekim, ky është perceptimi ynë, gjithmonë i kufizuar. Historia që i tregojmë vetes është besimi ynë, narrativa jonë personale dhe argumenti, ajo është mbrojtja jonë kokfort e atij fragmentit vogël, sikur të ishte i gjithë elefanti. Dhe këta janë filtrat mendor specifik që na mbajnë të gozhduar pas fragmentit ton të elefantit. Paragjykimi konfirmues na bën të shohim vetëm provat që mbështesin bindjet tona. Gabimi narrativ na bën të ndërtojmë një histori të bukur dhe koherente nga një sër ngjarjesh të rastësishme. Dhe paragjykimi më vonshëm, ai na bën të themi e dija unë që kështu do ndodhte, duke e bërë botën të duket shumë më e parashikueshme se sa është në të vërtetë. Por le të jemi të sinqertë.
Jeta nuk është gjithmonë kaq e thjeshtë, apo jo? Bota nuk është vetëm një pasqyrë. Për të pasur një pamje vërtet të plot, duhet të shtojmë edhe një metaforë tjetër, po aq të fuqishme sa pasqyra. Atë të kazinos. Dhe këtu qëndron ekuilibri i vërtet. Metafora e pasqyrës përfaqëson fuqinë tonë, aftësinë për të ndikuar rezultatet, por metafora e kazinos përfaqëson rastësinë, fatin, kaosin, të gjithë elementet që janë jashtë kontrollit tonë. Ndonjëherë, thjesht mund të luash një dorë letrash në mënyrë perfekte dhe prapse prap të mbasësh. Të kuptosh këtë është thelbësore. Të mbash të dyja këto metafora në mendje, krijon një botë kuptim shumë të ekuilibruar dhe elastik. Kur ke sukses, e kupton që ndoshta edhe fati ka ndihmuar pak, kështu shmang arrogancën. Kur dështon, e kupton se nuk ishte gjithçka faji yt, kështu shmang fatalizmin. Pra, duke pasur parasysh gjithë këtë, çfarë duhet të bëjmë? Kjo na çon të zgjidhja, të pjesa më e rëndësishme, të mësojmë të zgjedhim lentet tona. Ktu qëndron fuqia jone e vërtetë. Ja ku qëndron thelbi i gjithçkaje. Ndalojmë lojën e pafundme dhe të lodhshme të përpjekjes për të kontrolluar botën e jashtme. Në vend të kësaj, e kthejmë fokusin të dy gjërat e vetme që mund të kontrollojmë vërtet: veprimin ton fillestar dhe lentet përmes të cilave zgjedhim ta shohim rezultatin. Ky nuk është pasivitet, kjo është pjekuri strategjike. Dhe të jemi të qartë, të zgjedhësh veprimin tënd fillestar nuk do të thotë të kesh mendime pozitive naive, as pak. Do të thotë të ndikosh aktivisht probabilitetet në favorin tënd. Është strategji, jo magji, është praktike. Dhe kështu e mbyllim me këtë pyetje të fundit për reflektim. Nëse pranojmë që bota funksionon, të paktën pjesërisht, si një pasqyrë, a jemi ende të ulur duke pritur që pasqyrat buzëqeshe para? Apo ndoshta ka ardhur koha të marrim përgjegjësinë dhe të ndryshojmë fytyrën që po i tregojmë asaj?